gjithmonë do të bëjmë maksimumin dhe jam shumë i sigurt që edhe furnizimi me ujë të pijes do të bëhet përmes granteve. Ne gjatë këtij mandati 4 vjeçar i kemi renditur prioritetet tona në një listë ku kemi pas shumë kujdes në renditjen e prioriteteve. Sigur, kësaj liste e prin furnizimi me ujë të pijes. Më pastaj edhe me tutje furnizimi me ujë të pijes do të jetë njëherë prej premtimeve tona themelore që gjithmonë do të bëjmë maksimumin dhe jam shumë i sigurt që edhe furnizimi me ujë të pijes do të bëhet përmes granteve tona qeveritare, po me jo përmes sigurimit të donacioneve apo kredive tjera ndërkombëtare që tashmë jemi në bisedim dhe gati pothuajse jemi në prag të realizimit të një premtimi të madh që na vijnë nga donatorët ndërkombëtar për projektin e madh të ujit të pijes. Më pastaj projekti i dytë është furnizimi me energji elektrike. Neve na duhet ndërtimi një nën stacioni për 220 kV e që Asamblea Komunale ka nxjerrë vendim që i ka dhënë 80 ari për ndërtimin e këtij nën stacioni. Besoj që gjatë mandatit 4 vjeçar kjo punë do të kryhet përmes organizatave apo institucioneve tjera të Republikës Kosovës. Mas ujit dhe rrymës sigurisht që vijnë edhe prioritetet tona e që tashmë është një prej premtimeve tona është një pjesë tjetër e realizimit të malisheve Sorbane e më pastaj janë fshatrat. Ne gjatë këtij mandati tashëm fokusin kryesor do ta kemi në ndërtimin e infrastrukturës nëpër fshatra, infrastrukturës bazike që nënkupton ndërtimin e rrugëve dhe rrugicave nëpër fshatra. Sepse fshatrat tona tashmë po zgjerohen me shtëpi të reja, po zgjerohen me rrugica të reja, prandaj përkraja e qeverisë komunale këtë rast përkraja e kryetarit të komunës do të jetë permanente në të gjitha ato lagje apo fshatra ku kemi ndërtime të reja, ku kemi rrugica të reja, ato do t'i rregullojmë e përveç rrugëve dhe rrugicave kryesore nëpër fshatra, sigurisht që ne do të kemi parasysh edhe trotuarët, ndriçimin publik, këndin e hapësirave të gjelbërta apo lojrave të fëmijëve nëpër fshatra e shumë projekte tjera të cilat janë thelbësore apo kruciale që fshatrat tona t'i bëjmë atraktive, që t'i bëjmë më shumë të përshtatshme për jetë edhe sigurisht të krijojmë kushte urbane që jeta jonë e qytetarëve tonë atje të jetë themeluar mirë.